apo na vizitojnë vallë qytetërimet aliene me teknologji super të avancuar, apo lën ata mesazhe të koduara fshehurazi nëpër fusha gruri, apo ndoshta prania e tyre po mbulohet përmes komploteve masive qeveritare. Po për ata motorët e famshëm që mendohet se funksionojnë duke djegur thjesht ujë rubineti, a janë vallë real? Apo le të mendojmë për një moment për këmbëmadhin, apo endet ai pashqetësuar në përpyetje thella të Amerikës Veriut pikrisht në këtë moment? Tani, këto pyetje vërtet jashtëzakonshme nxjerrin në pa diçka absolutisht thelbësore. Mendjet njerëzore janë tmerrsisht të ndjeshme ndaj pretendimeve fantastike. Është fjalë për fjalë magjepsëse se si fakte të tilla i mbjetojmë kohës. Këto mite kalojnë me lehtësi kufit kulturor dhe gjeneracional, dhe kjo tregon qartë se kemi të bëjmë me një problem universal të vetë strukturës, ose le të themi hardware-it të trurit tonë. Pavarësisht sa inteligent jemi si specie, ne shpesh biem pre ideve që sfidojnë çdo lloj logjike bazë, dhe kjo padyshim ngre pyetjen më të madhe nga të gjitha. Si mund të pretendojmë ne se e dim vërtet përgjigjen e ndonjë prej këtyre pyetjeve, apo në fakt, të çdo pyetje tjetër shumë më komplekse në jetë? Mirë se vini në këtë shpjegues të thelluar të materialit burimor, i cili bazohet fuqimisht në punën dhe leksionet absolutisht të jashtëzakonshme të doktor Steven Novella. Për të dhënë pak kontekst, doktor Novella është një neurolog akademik në shkollën e mjekësisë në Universitetin Yale dhe njëkohësisht një nga zërat më të rëndësishëm ndërkombëtarisht kur bëhet fjalë për promovimin e mendimit kritik dhe skepticizmit shkencor. Ajo që do të shqyrtojmë sot nuk është thjesht një përmbledhje kalimtare, jo, kjo është një klas master jetike, jashtëzakonisht e thelluar për të bërë një lloj përditësimi ose upgrade të sistemeve tona operative kognitive. Ne do të eksplorojmë ato që dim sot mbi vetrurin e njeriut si një mjet për të menduar, dhe le të jemi shumë të qartë që në fillim, kjo nuk është thjesht një lojë akademike fjalësh apo ndonjë diskutim abstrakt që mbetit vetëm nëpër auditore. Ky është një mjet i domosdoshmërisë dhe absolutisht jetik mbijetese, sidomos në një botë që çdo ditë më shumë po mbytet nga dezinformacioni masiv. Okej, le të shohim planin ton të veprimit për sot dhe se si do ta zhvillojmë këtë rrugtim. Kemi një strukturë shumë të qartë për të zbërthyer mënyrën se si ne e përpunojmë informacionin. Së pari do të trajtojmë numër 1, truri i njeriut me të meta. Më pas kalojmë tek numër 2, lundrimin në epokën e dezinformimit. Pastaj zbresim fush betejë me numrin 3, shkenca përballë pseudoshkencës. Pas kësaj futemi në anën praktike me numrin 4, procesi mendimit kritik, dhe në fund fare do ta përmbyllim me numrin 5, një mekanizëm mbrojtës çlirues. Kështu që le të nisim me seksionin e parë, truri i njeriut me të meta. Ky është fjalë për fjalë organi më kompleks në universin e njohur, por çuditërisht është plot me gropa e të meta. Kjo shprehje e mrekullueshme nga bota e lashtë greke na jep një themel të jashtëzakonshëm për atë që po diskutojmë. Kur theksojmë konceptin e mendimit të pashqyrtuar, po prekim një problem masiv. Shumicën e kohës ne i marrim mendimet, opinionet dhe instinktet tona të mirëqëna. Ne supozojmë se me që truri ynë e prodhoi atë mendim, atëherë ai duhet jetë absolutisht i saktë, apo jo? Por të menduarit me kujdes për mënyrën se si ne formojmë idetë tona, është fjalë për fjalë çështje bijetese sot. Aksionet janë marramendse, shkenca dhe besimet tona ndikojnë në çdo aspekt i jetës. Le të marrim çështje ekzistenciale si ngroja globale, nëse të dhënat janë të vërteta siç edhe duken, çfarë hapash konkret duhet të marrim ne si njerëzim? Si ndajmë burimet tona gjithmonë të kufizuara për teknologjitë e së ardhmes, pa llogaritur pastaj vendimet e vogla për thelbësore të përditshme, si më shembull, cilat ushqime ose produkte mjekësore blejmë? Nëse nuk i shqyrtojmë thellë proceset tona të mendimit, rrezikojmë jo vetëm të shpërdorojmë miliarda dollar, por të bëjmë zgjedhje thellësisht të dëmshme që bazohen ekskluzivisht në supozime totalisht rreme. Dhe për të kuruar këtë verbëri të përditshme, hyn në lojë një koncept që tingëllon paksa si fjalë rënd akademike, por është super praktik: metakognicioni. Thjesht fare, ky është kuadri bazë operativ për gjithçka që do të flasim në këtë shpjegues. Metakognicioni është thjesht aftësia për të dalë jashtë vetvetes dhe për të analizuar pse po e mendojmë atë që po mendojmë. Për ta bërë më konkrete, le të imagjinojmë sikur jemi ngecur në trafik dhe pa pritur ndjejmë një inat ekstrem, pothuajse jashtë kontrollit për një detaj të vogël. Dhe në atë fraksion sekonde ne bëjmë një hap prapa dhe pyesim: "Prit pak, pse po zemrohem kaq shumë? Mos vallë është thjesht fakti që pata një ditë të tmerrshme në punë?" Ky shqyrtim i brendshëm, ky dialog i vogël, është metakognicioni në veprim. Pa vëzhguar në këtë mënyrë aktive se si mendja jonë nxjerr përfundime apo gjeneron emocione, ne jemi totalisht të verbër ndaj gabimeve të saj. Është absolutisht pika e fillimit të mendimit kritik. Pa të, ne jemi thjesht pasagjer në një mendje që drejtohet instinktivisht nga programimet e vjetra evolucionare dhe jo nga arsyeja logjike. Për të kuptuar sa sfidë e madhe është kjo në vërtet, le të shohim këtë numër masiv në ekran.
Kjo shifër 100 miliard përfaqëson numrin e përafërt të neuroneve që ndodhen në atë rreth 1,5 kg mase gjelatinoze brenda kafkës son. Është një rrjedh kaq i dendur, kaq i absurd i ndërlikuar, saqë rrugët e mundshme të komunikimit mes tyre janë pothuajse të pafundme. Kjo sasi kompleksiteti është pikërisht ajo që na lejon të llogarisim trajektoret e ujeve ose të kuptojmë koncepte thellësisht abstrakte. Por, dhe këtu është pika kritike e problemit, pavarësisht gjithë kësaj fuqie marramendse përpunuese, ne nuk jemi as pak krijesa thjesht logjike. Ky rrjet masiv u zhvillua miliona vite më parë me një qëllim të vetëm: mbijetesën në savanat e lashta. U ndërtua për të dalluar shpejt grabitçarët pas shkurreve dhe për të integruar me sukses në fise. Nuk u ndërtua për të bërë analizat të paanshme të dhënave të ndërlikuara moderne statistikore. Ne nuk jemi ata alinet super racional dhe pa emocione nga filmat fantastiko-shkencor. Ne jemi krijesa thellësisht emocionale me një biokimitet komplekse që ndërhyjnë vazhdimisht në logjikën tonë. Dhe pikërisht për shkak të atij emocionit dhe asaj arkitekture të lashtë, truri ynë preferon jashtë mase atë që mund ta quajmë shtigjet e evoluara të rezistencës më të vogël. Është fjalë për fjalë dembel. Le të kalojmë shpejt nëpër këto shtigje për të kuptuar sa thellë shkon kjo. Së pari, truri do të kursejë energji, kështu që na fut në gabime logjike. Ne bëjmë lidhje të pavlefshme midis dy ngjarjeve krejt të palidhura, thjesht sepse ndodhen rastësisht në të njëjtën kohë. Së dyti, ne krijojmë dhe mbrojmë me fanatizëm supozime të rrema vetëm sepse ato na japin një ndjenjë përkatësie të rehatshme brenda grupit apo kulturës son. Pastaj, kujtimet. Ne priremi t'i trajtojmë kujtimet tona sikur të ishin video të regjistruara në 4K, por në fakt, çdo herë që kujtojmë diçka, ne po e rishkruajmë atë në moment brenda trurit ton. Kjo i bën kujtimet jashtëzakonisht të pasakta dhe plot me të meta me kalimin e kohës. Dhe në fund kemi heuristikat. Këto janë shkurtore mendore që dikur, shumë kohë më parë, ndoshta e shpëtuan dikën nga një luan i uritur, por sot na bëjnë të marrim vendime financiare ose mjekësore me një nxitim thjesht absurd. E gjithë kjo na çon në një përfundim vërtet të rëndësishëm. Mendimi kritik nuk është i lindur, është diçka që duhet mësuar me mund. Ashtu si askush nuk mund të ngrihet një mëngjes dhe të luajë një simfoninë violin pa ushtruar kurrë, ashtu askush nuk mund të jetë një mendimtar kritik elitar pa vite trajnimit vazhdueshëm kundër instinkteve të veta më bazike. Tani që kemi parasysh sa të brisht dhe të ndikueshëm janë mekanizmat tanë bazë të menduarit, kalojmë te seksioni i dytë, lundrimin e epokën e dezinformimit. Dhe këtu gjërat fillojnë të bëhen shumë serioze. Ne nuk jetojmë vetëm në një epokë të informacionit të bollshëm, fatkeqësisht jetojmë paralelisht në një epokë të dezinformimit total. Çdo ditë, e gjithë shoqëria jonë bombardohet nga mesazhet e motivuara politikisht, nga thashëtheme që përhapen se zjarr në rrjetet sociale dhe nga mite urbane friksuese. Jam i sigurt që të gjithë kemi dëgjuar atë historinë e frikshme të atij biznesmeni që gjoja zgjohet në një vask me akull vetëm për të zbuluar se i kishin vjedhur një veshkë, e po mbi të gjitha këto kemi edhe fushata marketingu miliarda dollarësh që kanë një shënjestër shumë specifike. Ata shfrytëzojnë me një saktësi kirurgjikale pikërisht këto dobësi dhe pikat e verbra të trurit që sapo listuam. Për të parë se si funksionon kjo manipulim vizual dhe psikologjik, le të marrim një shembull nga jeta reale që bëri vërtet buj. Le të flasim pak për power bands. Këta ishin ata byzylikët e famshëm të gomës që i shihnim kudo pak vite më parë. Kompania pas tyre fitoi fjalë për fjalë miliona dollar. Dhe çfarë shisnin? Copa gome me një hologram plastik qesharak në qendër. Pretendimi i tyre bazohej në një zhargon pseudoshkencor që thoshte se ky hologram jepte energji vibruese unike për të përmirësuar ekuilibrin. Ishte aq bindse sa që pa madje dhe atlet profesionistë që betoheshin për to. Por kur Këshilli Amerikan i Ushtrimeve bëri testime të verbra, pra studime vërtet rigoroze pa ditur kush kishte byzylikun e vërtet e kush jo, ata zbuluan zero, absolutisht zero, efekt mjekësor apo fizik. Pra, lind pyetja, si arrin ky marketing të mashtrojë miliona njerëz? Përgjigja gjendet sërish te truri ynë. Mendja njerëzore tundohet thellësisht në një histori e bukur anekdotike dhe do gjithmonë ato pilulen magjike të shpejtë, në vend realitetit të ashpër që kërkon djerz dhe stërvitje. Fjalë si energji ose rezonancë tingëllojnë aq shkenzore për dikë që nuk ka formim në fushë, dhe në fund të ditës, gjithë ai ekuilibër fantastik që njerëzit përjetonin ishte, që nga sekonda e parë, asgjë më shumë se sa një iluzion i prodhuar plotësisht nga pritshmëritë brenda vetmendjeve të tyre. Kjo na çon natyrshëm te seksioni i tretë. Nëse mendja jon po na luan kaq shumë rrengje, cila është arma jon më e mirë për t'u mbrojtur? Përgjigja është shkenca. Seksioni 3. Shkenca përballë pseudoshkencës. Këtu do të vendosim vijën ndarëse midis asaj që është metodologjia e vërtetë dhe asaj që thjesht vesh përparësen e bardhë për t'u dukur si shkencë, vetëm e vetëm për të na pasur nga pas. Ky citat nga filozofi i madh skocez David Hume mund të duket i thjeshtë, por është praktikisht rregulli i artit të gjithë këtij diskutimi. Çfarë do të thotë në të vërtetë të përshtatësh besimin me provat? Do të thotë se nëse përballemi me një pretendim tërësisht jashtëzakonshëm,
Le të themi që sapo kemi vendosur kontakt me një qytetërim alien, atëherë duhet të kërkojmë një mal masiv me prova absolute të qarta dhe të pavarura. Nga ana tjetër, për një pretendim shumë të zakonshëm, si për shembull po bie shi jashtë, na duhen shumë më pak prova. Thjesht hapim dritaren dhe e shohim. Qëllimi kryesor këtu është shumë i qartë. Ne duhet të arrijmë në përfundime që janë objektivisht dhe faktikisht të vërteta, jo në përfundime që thellthell thjesht dëshirojmë të jenë të vërteta. Çdo besim i fortë që mbajmë duhet me patjetër të ketë themele po aq të forta, provash të testueshme. Dallimi midis këtyre të dyjave këtu, shkencës së mirë dhe pseudoshkencës, është fjalë për fjalë si të krahasosh ditën me natën. Shkenca e mirë dhe e vërtet ndjek gjithmonë një rregull që quhet naturalizmi metodologjik. Ndoshta tingëllon komplekse, por thjesht do të thotë se shkenca kufizohet vetëm te forcat e shkaqe natyrore për të shpjeguar fenomene natyrore. Pse ka rëndësi kjo? Sepse vetëm gjërat natyrore mund të maten, të futen në laborator dhe të testohen e të përsëriten nga njerëz të tjerë të pavarur. Sfera e mbinatyrores apo e magjisë është, sipas vetë përkufizimit të saj, e patestueshme. Pra ajo të çon në një rrugë pa kryje. Plus, shkencëtarët e vërtet janë të gatshëm dhe shpesh të lumtur të rishikojnë përfundimet e tyre kur dalin të dhëna të reja. Është një proces që korrigjon vetveten. Por çfarë bën pseudoshkenca? Ajo fshihet pas fjalëve misterioze, eviton qëllimisht çdo test të hapur laboratorik, dështon në mënyrë spektakulare për të riprodhuar rezultatet dhe megjithatë mban gjithmonë qëndrimin arrogant sikur zotron një të vërtet absolute. Është tërësisht e pafiltruar. Po, le ta ilustrojmë këtë me atë mashtrimin klasik dhe aq shumë të ricikluar sa që të gjithë e kemi dëgjuar, motori që punon me ujë. Për dekada e dekada me radhë kemi dëgjuar lajme për sipërmarrës gjenial të keqkuptuar që kërkojnë miliona në investime private. Ata dalin para audiencave dhe pretendojnë me plot entuziazëm se kanë një pajisje që ndan ujin e thjesht në hidrogjen dhe oksigjen dhe më pas djeg hidrogjenin si karburant. Tingëllon fantastike apo jo? Problemi vetëm është fizika bazë. Çdo njeri që i ka kushtuar pak vëmendje ligjeve të termodinamikës në shkollë të mesme e di se të duhet gjithmonë më shumë energji për ta çarë molekulën e ujit se sa energjia që do të marrësh mbrapsht pasi e djeg atë. Është një bilans negativ, nuk është një burim energjie, është fjalë për fjalë një humbës energjie. Dhe çfarë ndodh kur këta mashtrues apo shpikës vjen përballë këtij fakti kaq kokfortet pa mohueshër matematik? Në vend që të paraqesin të vëna të reja nga ndonjë eksperiment i besueshëm, ata menjëherë ndezin një ekran të madh tymi. Fillojnë teoritë e konspiracionit. Korporatat e mëdha djallëzore të naftës po mos sabotojnë. Qeveria po përpiqet të ma vjedh shpikjen. Kjo është një taktik kaq klasike e pseudoshkencës. Është aty thjesht për të mbuluar faktin që matematika e tyre bazë thjesht nuk del dhe shkel ligjet themelore të vetë universit. Ky gjithë diskutim na afron me hapa të shpejtë tek thelbi i gjithçkaje. Seksioni 4, procesi i mendimit kritik. Këtu do të shohim se si ta përdorim në mënyrë praktike këtë mekanizëm për të shpëtuar nga ajo lidhje emocionale që shpesh na erson syt. Sir Arthur Conan Doyle vërtet i ra pikës këtu përmes personazhit të tij gjenial Sherlock Holmes. Ai e përmbledh në perfeksion një defekt masiv të trurit ton, të cilin psikologjia sot e quan biasi i konfirmimit ose confirmation bias. Puna është kështu. Kur ne kemi një ide ose një përfundim që dëshirojmë shumë të jetë i vërtet, ne lidhemi aq ngushtë emocionalisht me të, saqë humbasim plotësisht objektivitetin. Ne bëhemi të aftë të përdredhin me mjeshtri çdo fakt të ri apo çdo të dhënë që vjen më pas, vetëm që ta bëjmë atë të përputhet me teorinë tonë fillestare. Një shembull publik i shkëlqyer i kësaj dukurie janë ato rastet ekstreme, por shumë reale, kur njerëz të tërë janë larguar në panik nga qytetet në Itali apo Zelandën e Re. Pse? Sepse disa të ashtu quajtur guru kishin parashikuar një tërmet apokaliptik thjesht duke u bazuar tek fazat e hënës, një pretendim pas një bazë serioze gjeologjike. Por, meqense po flasim për zona sismikisht aktive, ku tërmetet e vogla ndodhin praktikisht për ditë, sapo binte një tërmet fare i lehtë pas atij parashikimi, njerëzit e arratisur hidheshin përpjet duke thënë: "Ja, kjo është prova që kishin të drejtë." Ata e merrnin atë zhurmë normale sfondit të tokës dhe e përdridhnin që t'i përshtatej besimit të tyre të motivuar nga frika e pastër emocionale. Dhe tani, le të shkojmë tek një temë kaq e bukur për ta ilustruar këtë keq interpretim emocional, miti i famshëm i këmbëmadhit. Për të futur në lojë pak nga ai skepticizmi shkencor që përmendëm më parë, le të ngrejmë një pyetje logjike. Nëse vërtet ekziston një krijesë kaq masive biologjike, kaq e madhe, që jeton dhe shumohet e lirë nëpër pyjet e Amerikës së Veriut prej shekujsh, po çfarë provash do të na duheshin për ta vërtetuar atë jashtë çdo dyshimi? Do të na duheshin eshtra të lënda pas në natyrë, ndoshta një trup, ose të paktën disa testime të qarta dhe të verifikueshme të ADN-s. Por çfarë kemi ne në të vërtetë? Edhe pas disa dekadash kërkimesh me buxhete dhe teknologji të lartë, vetëm ca fotografi të mërshme, aq të turbullta dhe plot me piksela saqë mund të ishin fjalë për fjalë një trung peme ose një ari i dehur.
dhe ca gjurmë në balt që çdo njeri me një copë drase mund t'i falsifikojë lehtësisht. Situata bëhet edhe më komike nëse kujtojmë vitin 2008, kur u organizoi një konferencë e madhe shtypi nga 2 djemë që betoheshin se kishin një trup të ngrirë të këmbëmadhit në një arkivoll me akull. Entuziazmi ishte marramëndës, njerëzit donin aq shumë ta besonin këto zbulime pokal, saqë për pak e anashkaluan plotësisht faktin thellësisht qesharak që trupi ishte thjesht një kostum i madh i lirë gome. Po ta shikoje me vëmendje nga afër, duke edhe zinxhirin mbyllje si qepur qartë aty në kurriz, dhe pikërisht këtu ndodh magjia e trurit. Përballë kësaj mungese totale dhe absolute të asaj që në shkencë quhet provë thelbësore, besimtarët e thekur nuk dorëzohen. Ata nisin të shpikin justifikime shtesë. Kjo njihet në logjik si përgjërim i veçantë ose special pleading. Në vend që të pranojnë se u mashtruan, ata fillojnë të thonë: "E po, arsyeja pse askush nuk e kap dot një këmbë madh është sepse ky lloj primati ka fuqi psiqike dhe mund të bëhet i pabukshëm me dëshirë, apo ndoshta hap portale në dimensione të tjera hapësinore." Kjo është saktësisht si ne krijojmë një deformim tragjikomik të fakteve vetëm për të mos lëshuar një teori, që praktikisht është krejtësisht e pamundur. Kështu që, për të mos përfunduar një ditë duke shpikur justifikime për primatët padukshëm në jetët tona të përditshme, le të ndërtojmë atë mburojën mbrojtëse për cilën folëm dhe të shohim se cilat janë mjetet e sakta të këtij procesi. Këta hapa na vijnë direkt nga burimi si një lloj manuali shpëtimi. Hapi numër 1. Duhet ekzaminojmë pa hezitim supozimet më themelore të çdo ideje të re. A janë faktet bazë të sakta që në fillim? Hapi 2. Le të kontrollojmë me kujdes për atë logjikën e met, apo lidhim gabimisht pika që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën? Hapi 3 kërkon pak më shumë guxim të brendshëm. Duhet të reflektojmë thellë për emocionet. Apo besojmë një lajm të caktuar sepse është vërtetuar me prova, apo thjesht sepse na jep një zgjidhje kaq të lehtë na bën të ndihemi mirë. Hapi 4 është ndoshta më zbuluesi. Le të mendojmë gjithmonë për implikimet. Nëse kjo ide misterioze që po dëgjojmë do të ishte në të vërtetë, atëherë çfarë ligjesh të tjera të fizikës apo kimisë duhet të shkërmoqeshin që kjo të qëndronte në këmbë? Nëse rrezon gjithë dijen tjetër të provuar ndërshekuj, atëherë me gjas është mashtrim. Hapi 5. Gjithmonë, konsultoni konsensusin e përgjithshëm të ekspertëve botror. Ne nuk mund të jemi specialistë për gjithçka, prandaj na duhet shkenca e pavarur për të na plotësuar boshllëqet. Dhe hapi fundit, ndoshta betejë më vështirë me egon ton, le të jemi intelektualisht të prulur, të mësojmë me ndjesinë e pasigurisë dhe të pranojmë që për shumë pyetje madhore atje jashtë, përgjigja e vetme vërtet dhe sinqert për momentin është: ne nuk e dimë ende dhe kjo është absolutisht në rregull. Kështu arrim në seksionin e 5 dhe të fundit të kësaj analize, një mekanizëm mbrojtës çlirues. Këtu lidhet gjithçka që kemi thënë deri tani me realitetin e pastër të prekshëm të jetëve tona. Pse duhet të kalojmë në gjithë këtë mundim psikologjik? Dobi reale e gjithë kësaj, e kultivimit të atij mendimit kritik të ashpër dhe të ngadalt, nuk kufizohet as pak vetëm brenda mureve të klasave universitare apo laboratorëve të bardhë të ftohtë shkencor. Jo. Kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë dhe radikal kudo ku jemi ne, në përditshmërinë tonë. Pse? Sepse le të imagjinojmë pak se sa miliona e miliona njerëz çdo vit i dorëzojnë llogaritë e tyre bankare dhe shpresat e tyre të fundit për produkte të rreme mjekësore, të famshmet vajra gjarprinç, të cilat premtojnë mrekulli aty ku ka vetëm trillim të pastër dhe gëneshtra. Apo, edhe më rënd akoma, le të mendojmë se si, jo dallëherë, grupe të tëra përfundojnë duke votuar kundër vetë interesave tyre jetësore dhe mirëqenies së komuniteteve, thjesht sepse bien thellësisht prej narrativave ideologjike të pabaza, apo atyre algoritmeve të errta në internet që jetojnë duke ushqyer inat dhe frikë. Kthimi i këtij metakognicjoni në një zakon të përditshëm është praktikisht si të marrësh dhe të vendosësh një mbrojtje të padukshme, po të jetë të fuqishme rreth jetës tënde. Është kjo mbrojtje mbrojtëse që ruan me fanatizëm gjep atan nga hileqarët, që na mbron shëndetin nga rreziqet masive të pseudomjekësisë dhe absolutisht që mbron vetë të drejtën tonë qytetare për të bashkëtuar dhe vendosur bazuar në të vërtetën, larg nga ata që dinë vetëm të manipulojnë përmes fjalimeve boshe, po plot pasion. Ajo çfarë bën realisht zotrimi i tyre aftësive, është se na jep liri. Është një lehtësim tepër i madh të pastrosh mendjen nga gjithaj grumbull besimesh të rreme, që shpesh, po ti shohësh me kujdes, janë totalisht në kundërshtim të hapur me njëra tjetrën. Na shpëton nga ajo barra raskapice e përpjekjes për të mbrojtur të pambrojtshmën vetëm sepse kështu përkonin instinktet tona të thella e primitive. Dhe kështu, teksa i afrohemi fundit këtij shpjeguesi kaq të rëndësishëm, na mbetet një mendim i fundit, mjaft provokues. Së bashku, gjatë gjithë kësaj kohe, ne zbërthyem në detaje se si mekanizmi i trurit njerëzor është programuar gjenetikisht të tundohet nga lajmet magjike, nga zgjidhjet e shpejta që skërkujnë lodhje, nga thashethemet, e deri te gëndjeshtrat me pamje shkencore të pseudoshkencës. Ne theksuam gjithashtu diçka me shumë peshë. Ky proces nuk vjen sepse ne jemi një specie pa inteligjencë, përkundrazi, vjen nga fakti se truri ynë u modelua nga forcat e evolucionit me një qëllim super pragmatik, të kursej sa më shumë energji jetësore, të jetë dembel në mënyrë efikase dhe të shmang nga do llogaritjet e thella dhe analitike me çdo kusht.
Prandaj, herën tjetër që të ndjejmë një valë të fortë sigurie absolute për ndonjë temë të caktuar, qoftë kur po debatojmë për ndonjë dietë radikale që na e thot fqinji, qoftë kur bëhemi fanatik pas ndonjë force politike, apo qoftë kur manitemi me ndonjë teknologji revolucionare që na premtohet se do zgjidhë gjithçka, le t'i detyrojmë vetes një pauzë. Le të bëjmë të gjithashtu me ndërgjegje të plot një hap prapa. A qëndron vallë ky besim ynë i fortë mbi provat rigoroze, krejtësisht objektive dhe të paludhura, provat që nuk kanë të bëjnë fare me emocionet tona, apo në të vërtet, ne po u dorëzohemi thjesht instinkteve dhe ndjenjave të motshme që për momentin na bëjnë të ndjehemi tmerrsisht rehat, superior dhe pjesë e grupit. Ajo pauzë e vogël, ai sekondi ngadalt ku e lejojmë dyshimin të futet brenda dhe pyesim mendjen tonë. E po, është pikërisht ai momenti sakt ku ndizet shkëndia dhe ku fillon të marrë jetë mendimi kritik. Faleminderit pamas që shqyrtuat këtë material burimor me kaq kujdes së bashku me ne. Mbajeni këtë busull të skepticizmit aktiv dhe mos ndaloni kurse sfiduari veten dhe vetë mekanizmat që drejtojnë mendimet e secilit prej nesh.